Nata ishte e rëndë. Një nga ato raste ku ajri duket I qetë, I bllokuar në gjoksin tënë. Dona Lourdes po flinte, por ishte një gjumë I lehtë dhe I ndërprerë. Frymëmarrje e shkurtër. Këmbë të përdredhura. Lëkura e saj, e hollë dhe e zbetë, ishte e mbuluar me një batanie të zbehur. Zemra po rrite ngadalë, por gjallërisht. Dhe atje, në fund të shtratit, Joca. I vjetër, por I vëmendshëm. Bari Gjerman në pension, ish qenë policie, ish hero. Tani është vetëm një kafshë shtëpiake për ata që shikojnë nga jashtë. Por brenda ai ishte ende roje. Ai ishte ende ushtar. Që kur ajo e shpëtoi nga ajo braktisje vite më parë, ai nuk është larguar kur nga ana e saj. Dhe ajo nuk u ndje më kur kaq e vetmuar. Ajo I foli sikur të ishte një njeri, nëse një ditë dhimbja më kap mua, Joca ti qëndro këtu, në rregull? Qëndro e fortë. Ai do ta mbështeste hundën mbi dorën e saj dhe do t'i mbyllte sy. Por atë mëngjes ai nuk e mbylli. Veshi lëvizi I pari. Pastaj hunda nuhati ajrin. Kishte diçka që nuk shkonte. Shumë gabim. Jashtë, një makinë e errët kaloi ngadalë. U kthye. U ndal. 2 burra dolën jashtë. Ata kërcyen mbi portë. Me doreza. Çantë shpine në shpinë. Ata bën hapa të lehtë. Si një mi. Joca u ngrit në këmbë. I heshtur. Ai shkoi në korridor. Ai u ndal para derës së kuzhinës. Nga ana tjetër, njëri prej tyre po e shtypte dorezën e derës me forcë. Chelsea kërciti butësisht. Joca gromëriu, pothuajse pa zë, por me gjithë trupin e tij. Dera u hap. Dona Lourdes e lëvizi shtratin. Ai ndjeu të ftohtin në dhomë. Ai I hapi syt ngadalë. Joka, përshpëriti ai. Ai nuk shikoi. Ai qëndronte I palvizshëm, I bllokuar midis saj dhe rrezikut. Burri I parë hyri. Fener në dorë, thik në xhep. I dyti shkoi në korridor. Plaka po fle, do të jetë lehtë, përshpëriti njëri prej tyre. Ata nuk e dinin. Por ata kishin zgjedhur shtëpinë e gabuar. Joca nuk sulmoi. Jo ende. Por syt e tij ishin kthyer tashmë nga e kaluara. Dhe e kaluara e tij ishte bërë për t'u përballur me njerëz të tillë. Dona Lourdes u ngrit nga frika. Zemra që rre në gjoks si një daulle e pakontrolluar. Joka, thiri ajo butësisht, me zë të thyer. Nuk e pash te këmbët e shtratit. Trupi I saj ngriu. Në dhomë, ai ishte tashmë në pozicion. Gjoks I lartë. Veshët e shpuar. Hunda dridhej nga era e të huajve. Hajdutët ende ecnin ngadalë duke përshpëritur. Një pranë kuzhinës, një në korridor. Feneri ishte fikur, por hapat e tradhtuan. Joca e dinte. E dija që do të vinte momenti. Por unë po prisja shenjën e duhur. Nga dhoma e gjumit, ajo doli nga shtrati me vështirësi. Këmbët e tij po dridheshin. Dora e shtypur pas murit. Ai eci drejt derës ngadalë në heshtje. Dhe ai pa. Ai pa hijen e një burri që po kalonte pranë murit. Ajo dëgjoi frymëmarrjen e njerëzve që nuk ishin të saj. Frika I akaploi gjoksin. Por ajo që e bënte vërtet të dridhej ishte mosparja e Jocës. Ku je, biri im, përshpëriti ajo, ndërsa lotët I rridhnin në fytyrë. Dhe kur mendoi të telefononte përsëri, ai u shfaq. Atje, në korridor. Midis saj dhe dhomës. Ai u ndal. Ai e shikoi. Atë vështrim që vetëm ai e kishte. Një vështrim që thoshte, rri larg. Do të kujdesem unë për këtë. Ajo e kuptoi. Ai nuk tha asgjë tjetër. Ajo e shtrëngoi fort dorezën e derës dhe qëndroi aty, e qetë. Dridhen duart. Trupi I dobët. Por zemra e fortë, sepse ishte aty. Joca u kthye në dhomë. Njëri nga burrat kërkoi në një sirtar. Tjetri, më nervoz, kërkoi nëpër dollapin e kuzhinës. Nuk ka asgjë këtu. Ajo plak është më e varfër se unë, murmuroi njëri prej tyre. Tjetri u përgjigj, po sikur të ketë ilaç, Flori. Nuk e di. Do të ndryshoj gjithçka. Ata nuk pan. Por toka dridhej pak nën putrat e Jocës. Nuk ishte frikë. Ishte trupi I tij që po kujtonte.
duke kujtuar stërvitjen. Nga britmat. Nga të shtënat. Nga misioni. Sipas mendimit të tij, ajo nuk ishte shtëpi. Ishte territor. Dhe ajo ishte gjithçka. Gjithçka që kishte. Gjithçka që kishte mbetur nga jeta e tyre. Atje në dhomë, ajo u struk pas derës. Ai përshpëriti pothuajse pas zë, të lutem Joca. Ktheu gjallë. Por brenda vetes, ajo e dinte. Ai ishte gati të vdiste për të. Dhe kjo dhemte më shumë se çdo plumë. Koha dukej sikur kishte ndaluar. Por brenda në shtëpi gjithçka dridhej. Dona Lourdes ishte pas derës së dhomës së gjumit, e gjunjëzuar në dy sheme, me gjurin që i dhemte dhe frymëmarrjen e shkurtër. Zemra e ngushtë. Jo nga frika. Të impotencës. Ajo e dinte që Joca ishte aty, e vendosur, duke u përballur me çdo gjë që do të ndodhte. Por gjithashtu e dija që ai nuk ishte më i njëjti. Trupi i tij është i lodhur. Mosha po na rëndon. Edhe kështu ai ishte aty. Ishte dashuri e pastër. Asnjë fjalë. Asnjë premtim. Vetëm prania. Matan dhomës, burrat po flisnin më me zë të lartë tani. Njëri goditi me shelm një karrige. Tjetri rrëzoi një kornizë fotografie. Fotografia ra në dy sheme. Ishte ajo dhe Joca, dita kur ajo e adoptoi atë. Të dy duke buzëqeshur në fund të trotuarit. Korniza u thye. Joca pa. Dhe diçka brenda tij u thye. Gjoksi u rrit. Flokët i rrinin përpjet. Ai qëndroi në mes të dhomës, përballë burrit që mbante çantën e shpinës. Çfarë ke? Dil jashtë, qeni vjetër, bërtiti hajduti, duke ngritur dorën sikur do të godiste. Por Joca nuk lëvizi. Ai nuk e tundi bishtin. Ai nuk lehte. Ai vetëm vështroi. Nga dhoma, ajo dëgjoi zhurmën. Ajo pauzë e sikletshme në ajër. Dhe ai e ndjeu atë. Trupi i saj dridhej. Syt u mbushën me lodh. Jo, biri im jo tani, bërtiti ajo me zë të ulët. Ajo u përpoq të ngrihej, por ra në anë. Këmba dështoi përsëri. Koka po rrotullohej. Frika u shndërrua në dëshpërim. Joca dëgjoi zhurmën e bubullimës. Ai shikoi dhomën. Pastaj u kthye për t'u përballur me hajdutin. Ai e dinte që ajo ishte e sëmur. E dija që isha vetëm. Por nuk munda të largohesha që andej. Jo ndërsa ata të dy po merrnin frym brenda asaj shtëpie. Hajduti më i ri u përpoq t'i kalonte pranë. Ai bëri një hap. Dhe Joca përparoi. Jo me tërbim. Me saktësi. Ai bërtiti me zë të lartë. Ai tregoi dhëmbët. E kaluara u rikthye në tërsinë e saj në atë tingull. Djali u tërhoq prapa. Kjo kafsh është e çmendur. Tjetri tërhoqi diçka nga beli i tij. Nëse vjen, do ta fshi. Atje, në errësirë, plaka mblodhi forcat për të folur. Por doli vetëm një pëshpëritje, Joka dhe emri i tij, i thënë kështu kjo ishte gjithçka. Ai e dinte që ishte tani. Nuk mund të prisnim më gjatë. Emri i saj doli nga goja e saj e dridhur si një frymëmarrje. Joka, ai dëgjoi. Dhe në atë moment bota ndaloi. Drita e zbeth nga kuzhina ndriçonte vetëm gjysmën e dhomës. Gjysma tjetër ishte e errët, e rëndë, sikur të dinte çfarë do të ndodhte. Hajduti me armë në dorë. Tjetri po djersiste i ftohtë, duke qëndruar si një shtyllë. Dhe Joca në mes. Trup i fortë, putrat e hapura, gjoksi që lëviz rëndë. Ai dinte çfarë të bënte. Çdo muskull i tij bërtiste për të sulmuar. Por pas tij ishte ajo. Dona Lourdes e shtrirë në dyshemen e korridorit duke rënkuar lehtë. Dorë mbi gjoks, fytyrë e djersitur. Ajo ishte e sëmur. Shumë keq. Por prap, unë e shikova. Vështrimi i nënës. Nga frika. E dashurisë. Mos shko, Joca të lutem, bërtiti ajo me zë të mbytur. Por ishte tepër vonë. Ai tashmë kishte zgjedhur. Gjithmonë doja ta zgjidhja atë. Ai bëri 2 hapa përpara. Hajduti e drejtoi armën. Jashtë, qyteti flinte. Brenda, koha po ikte. Zemra e saj po rrite me tërbim. Syt nuk u dridhen.
Ishte sikur trupi i saj e dinte tashmë. Sikur po i thoshte lam tu mirë. Ajo u përpoq ta ngrinte krahun, por mundi vetëm ta shtrinte. Dhe ai i pa. Edhe në mes të tensionit, e patë. Dora e saj po dridhej në dyshemen e ftohtë. Ai e ktheu fytyrën nga ana tjetër. Ai e shikoi. Sy më sy. Ishte lam tu mirë. Ishte një premtim. Ishte dashuri. Loti i rrjedhi poshtë të dyve në të njëjtën kohë. Një qen. Një grua e moshuar. Dy të harruar nga bota. Por të kujtuar nga njëri tjetri. Hajduti bërtiti, largohu nga rruga, o bish e ferit. Por ai nuk u largua. As nuk doja të largohesha. Trupi po dridhej. Por jo nga frika. E vendimit. Ishte ai ose ata. Poshtë korridorit, ajo u përpoq të thoshte diçka tjetër. Por zëri u shua. Vetëm zhurma e frymëmarrjes dështon. Joca e ktheu trupin e tij nga hajduti. Ai bërtiti me zë të ulët. Nuk ishte zhurmë. Ishte një paralajmërim. Djali ngriti dorën. Mbajeni gishtin fort në këmbës. Dhe koha ndaloi përsëri. Shkëmba u tërhoq. Zhurma e të shtënave e çau heshtjen e shtëpisë si një brisk. Bërtiti Dona Lourdes. Por ishte e dobët. Pothuajse një frym. Trupi i saj u kthye anash. Dora e shtypur kundër gjoksit. Gjaku u shfaq ngadalë duke njollosur pishamet me lule. Koha ngriu për një sekondë. Por vetëm për një sekondë. Joca pa. Dhe ai nuk mendoi. Ai u bë një bish. Ai u hodh hajdutit me gjithçka. Një ulërim nga brenda shpirtit. Ai e kafshoi krahun aq fort sa arma ra shumë larg. Djali i bërtiti dhe ra për tokë. Ai u përpoq të zvarritej, por nuk kishte kohë. Tjetri u përpoq të ikte. Por Joca shkoi pas tij. Njësoj si në kohët e vjetra. I vjetër? Po. Por në atë moment. Ishte luftë. Ai e kafshoi gromëriu dhe e hodhi burrin për tokë. Dhoma u shndërrua në një fushë beteje. E vetmja gjë që dëgjoje ishin britma, përplasje dhe thyrje xhamash. Atje në korridor, ajo ende po merrte frym. I dobët. Por i gjallë. Me dorën plot me gjak, ai u përpoq të fliste. Joka, ai dëgjoi. Edhe në mes të konfuzionit, ai gjithmonë dëgjonte. U ndal. Ai e shikoi. Ai u kthye ngadalë. Duke zvarritur trupin e lodhur. I mbuluar me pluhur dhe gjakun e të tjerëve. Ishte afër. Ai ja lëpiu dorën. Ai e vuri kokën në prerin e saj, edhe pse kishte gjak aty. Ajo buzëqeshi. Një buzëqeshje e dobët, e shtrembër. Por plot dashuri. Heroi im. Pëshpëriti ai, pothuajse pa zë. Ai qau. Po. Qeni qau. Syt e tij u mbushën me lodh duke i lagur fytyrën. Fqinjet dëgjuan britmat dhe thirrën për ndihmë. Ambulanca mbërriti së bashku me policin. Shumë vonë për të shmangur dëmin. Por nuk është tepër vonë për të shpëtuar. Ajo mbjetoi. Ai mbeti me efekte anësore. Plumbi ja preku zemrën. Por ajo që më dhemte më shumë ishte shpirti. Që nga ajo ditë ajo nuk mund të ecë më. Por sa herë që përpiqet të ngrihet nga karroca me rrota, ai është aty. Nga ana. Hesht. Vigjilent. Në dhomën e ndenjes, fotografia e të dyve u vendos përsëri në kornizën e re. Dhe tani ka një tjetër pranë saj. Atë që morën në spital. Ajo në shtrat. Ai në krah. Koka e tij në gjoksin e saj. Asnjë fjalë. Asnjë zhurmë. Vetëm dashuri. Lloji që mbron. Lloji që qëndron. Deri në fund.